lajme që nga njerë më gëzojnë, nga njerë më piklojnë, po nuk e toj atë për dishmërinë dhe mendoj që shkuarja ime vetëm sa për një votë dhe këthimi këtu, nuk mendoj që është fair që të marë pjesë vendim apo të vendosë për të ardhmen atyre që jetojnë për çdo ditë. Po, Aida ti zbesoj që dërgon para atje. Këto, do më thënë, diasporat e ne dërgon para. Dërgon para, jo. Jo, familjes vetë, kujtë? Dërgon familjes vetë, se shteti o mekanizm që është... Pas familjes vetë nuk i dërgon. Ka do një fond që diasporat dërë para. E ka njëri Albin Kurti i Senitën. Shifra minimale, për marrët zotit. Patriota mësë në ushitin në të pikë. Jo, tani po diskutojmë... Ta nuk bërë me në shi patriota. Këtë qasës është e mirë. Jo, është e mirë, ka dalë. Nga ka përdore opozita edhe ka unë. është e pa vërtet. Motivi ytë super personal. I qonë babës e në nëston e pare. Pse shteti o mekanizm që i shtinë funksion, kjo këtë tem tjetër, burat mirë e gratë mirasini. Mundi më konë maksimumi familjartë mirë. Ka që pun ka? Jo, Adriatik. Po ndërlidhja me vendin e vetë, shprehet në format të ndryshme. Tani nuk do të besoj që të pretendohet i tërgojnë para kushive, apo ja, i tërgojnë para familjes vetë. Është një gjirogari bankare. Ose me blet një banes, vetëm ose blet një banes, ata zedhin që ta blejnë Kosovë banesë, nuk zedhin që ta blejnë diku tjetër. Ajo është një falë. Po është qeverisë ata vendosin, sepse vendi tjetër. Më falë, që në rrasë se... Unë jem kantian këtë pikë, motivin e gjykoj shumë. Falë, në rrasë se, do më thënë në Shqipëri dhe në Kosovë, nuk do të kishim remitancat në këtë formë që janë, në këtë shumë që janë, ekonomitë të dyja vendeve me njëherë do të çekuilibroheshin. Kjo është efekti. Veçanërisht në Kosovë, ku Shqipëria ka filluar me pas edhe turizëm, më shumë edhe disa elemente tjera, po veçanërisht në këtë vend. Kështu që kjo është një kontribut kombëtar, ne mund ta mohim këtë ne. Është kombëtar, personal shëndrot kombëtar. Motivi është personal. Efekti është kombëtar, po. Po, efekti po, po motivi personal. Kjo do të thotë që njerëzit ndjehen hisëdar edhe në proceset e tjera, sepse ka vazhdimsi. Kështu që kjo është edhe. Që duhet të them që në vazhdim të analizës sepse vendosja merr ka shumë vota, duhet me parë edhe modeli liderit që ka Kurti. Nuk votojnë ata për këta njerëzit e tjerë që janë listë aty. Po shumë mund marrin një votë njerëz familjarë kështu me radhë. Ata votojnë për zotin Kurti. Çaj ofron si lider zoti Kurti është një lloj komunikimi ndryshe nga lideret e tjerë. Ka një lloj karizme dhe goj ëmbëlsie të cilët si duket vlerësohet, siç po duket vlerësohet edhe në Kosovë, vlerësohet edhe më shumë në Ose çarojmë edhe në Kosovë votohet në fysh më shumë për vetëvendosjen se sa për dy partitë e tjera bashkë. Pra, në kuptimin e komunikimit, afërsisë, ajo që ne shohim kur dalin dhe zotit Kurti në diasporë, në takimet me student, apo edhe pse kemi një angazhim aty të do më thënë të përfaqësive diplomatike edhe për do më thënë vëmëtari partjake, që nuk është e saktë, nuk është e drejtë, nuk është e mirë, megjithatë shohim që është një lider popullor, kur njerëzit duan të bëjnë selfie me të e parapëlqejnë, egzaltohen, që do thotë që ke një moment në cilin ai nxit disa emocione, dhe kjo e bën ta afërt. Do më thënë, unë po shpjegoj se dy fish më të afërt me ata që jetojnë jashtë vendit, se sa këtë po mundohemi ta bëjmë si analizë. Se sa në vend. Se dhe në vend është lideri më i popularizuar. 400.000 vota i mori për i tëre shumica prap me përsi janë brenda vendit. Dhe atjet me këtë proporcion. Që nuk isha thonë me hyja në jo, s'janë përgatitur në hyja. 80%, ka 100% që 80% janë diaspor. Është njerë në skenën politike për 2005. Ka qenë njeri ma i pa dëshiruar. Ka qenë 10%, ka qenë 12%, ka qenë 14%. E ka një përgjigje, është alibia e dështrimeve tyne që s'ka mu Kosovë mu gjithë. Mr. Shala, nuk e ki mirë. Kjo të qasje, se pi këthen atë profesori desha me të ndimun, se i kam hy me ledzu pak shtetet që kanë sasin dhe cilësin për thujt njejt me neve. Se kom mirë palë. Që të ashtë të thamë. Sentimenti është shumë i rëndësishëm. Sigurisht. Mënyra se si e thu një gjë ka prapë rëndësi. Edhe thu që parët i qojnë familje dhe shteti përfiton. Mjafton që shteti përfiton dhe vënon piken atë. Unë nuk e mova efektin. E që ka motivit. Po mos të harojmë, e taksat që paguën nga njerë që punojnë këtu, përfiton shteti. Kur tjetër përfiton. Nes jemi ngarë, zoti Shtufi, nes jemi duke kaluar, për subjekt politik, ne po bëjmë analizë. Unë jam shpirt i lirë. Jo, unë tash po flas e kaluar. Së përduat jam baj kraun, as vetëvendosis, as për dëkës, as në dëkës, as po kërkoj, nëse mundemi atë sa mundim brenda një emisioni, të prekim se qka, Sot bona një pyta, bona një analizë, holumtova për shtetet që kanë përvoja më të hershme se na.